Përshëndetje miq të emisionit 05 dhe ju të televizionit Festina. Është nasi e veçantë që po takohemi edhe këtë të shtunë dhe tashmë vlen ceket se pjesë e pandashme e emisionit 05 janë Bas Market, çmimet më të lira në vend, shërbim korrekt dhe profesional vetëm në Bas Market. Gold VIP Taxi, nëse jeni duke nxituar dhe jeni vonë, zgjidhja ideale, Gold VIP Taxi të saktë në vend dhe kohë. Ninos Pizza, pizzat më të mira në qytetin e Ferizajt, mbi 25 lloje të ndryshme. Pulat pjekura tek Bujari, lokacioni rreth rrotullimit tek rruga e Gjilanit në Ferizaj, rruga Regja Bislimi. Al Production, momentet tuaja më të rëndësishme nuk duhet lënë pa u xhiruar, e këtë mund ta bëj vetëm Al Production me punën e tyre profesionale. Mobleria Vladi, e cila gjendet me lokacione magjistrale në Ferizaj Prishtinë. Mobleria Vladi na sjell gjithmonë komoditet në studion e emisionit 05. E po ashtu vlen ceket se në çdo emision për dukjen time për kujdeset Butiku Mesa. Edhe tashmë po mbërkohë vazhdojmë me informacionet që kam përgatitur të shfalos me ju për këtë javë. Don Phenom publikon këngën e re. Reperi i njohur shqiptar Don Phenom gjatë kësaj jave ka sjellur një projekt të ri muzikor. Kësaj radhe Don Phenom ka bashkuar forcat me Nasuf Tirana për të publikuar një projekt të përbashkët. Kënga është të shoqëruar edhe me një super videoklip dhe e ndjekim në vazhdim një sekuencë të shkurtër nga ky projekt. Jetën e go be a movie, picture perfect, Kelma Rubi, po neze klubi. Ermal Fejzullah dhe Elge Doda në bashkëpunim. Dy emrat mjaft të njohur dhe shumë të pëlqyer në vendin tonë, Elge Doda dhe Ermal Fejzullah u kanë bashkuar forcat për një projekt të ri muzikor. Lajmin e kanë bërë të ditur vetë artistët në rrjetet e tyre sociale ku kanë paralajmëruar një këngë të përbashkët. Nuk kemi shumë detaje nga ky projekt, vetëm dimë se kënga do jetë realizuar edhe me videoklip. Neve na mbetet ta presim datën e publikimit. Bardhi pranon ndarjen. Një ndër emrat më të klikuar në vendin tonë pa dyshim se është reperi i SBS Entertainment, reperi Bardhi, i cili gjatë kësaj jave ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Në pëtën krej do mbaj titullin kënga më e re nga Bardhit që ka paralajmëruar vetë reperi në rrjetet e tij sociale. Jena 2 publikohen nga Capital T dhe Samantha Caravella. Gjatë kësaj jave, reperi Capital T ka bashkuar forcat me vajzën shqiptare dhe mjaft seksi Samantha Caravella për të sjellur një projekt të ri muzikor. Jena 2 mban titullin ky projekt, i cili është realizuar edhe me një super videoklip. Kënga u pret shumë mirë nga audienca e të dy artistëve. Vlen ceket se ky projekt nga Capital T vije pas suksesit të madh që kishte me projektin Yje dali natën në bashkëpunim me Letri Vula dhe reperin Mike. Babo Darabuka kanë gati këngën e re. Miq të emisionit 05, Babo Darabuka kanë paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Nusja jonë e bukur do titullohet ky projekt, i cili do vijë së shpejti në tregun tonë e që do jetë i shoqëruar edhe me një super videoklip. Vlen të ceket se pjesë e këtij videoklipi do janë edhe Shami Kuqet në krye me Laura Hamdiun, po ashtu mikësh emisionin 05. Era i Strefi sjell këngën e re. Këngëtarja seksi Era i Strefi gjatë kësaj jave ka sjellur një projekt të ri muzikor. Ta duash titulli këngës së re nga Era i Strefi, e cila erdhi edhe me një super videoklip. Kënga u pret shumë nga audienca e artistës dhe jo vetëm. Miq të emisionit 05, e dim se në skenën tonë muzikore kohëve të fundit kemi mjaft shumë bashkëpunime e vera 2023 nuk do e kishte të njëjtin lezet, po të mos ishte edhe bashkëpunimi në mes Yllimanit dhe Dafina Zeqirit. Pra kjo dyshe së fundmi në rrjetet sociale kanë paralajmëruar një projekt të përbashkët. Kënga e re nga kjo dyshe do mbaj titullin Kaje dhe është e shoqëruar edhe me videoklip. Me njëherë pas paralajmërimit të këtij projekti, me entuziazëm të madh po e presin adhuruesit e të dy artistëve këtë projekt.
Adelina Berisha ka gati këngën e re. Artistja e njohur kosovare Adelina Berisha gjatë kësaj jave ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Burimet e emisionit 05 kanë mësuar se kënga do jetë në bashkëpunim me një artist. Nuk kemi më shumë detaje nga ky projekt, vetëm e dim se është i shoqëruar edhe me videoklip. Ne nuk dyshojmë se jetë një sukses i radhës për Adelina Berishën. Kida po rikthehet me një super projekt. Artistja simpatike Orhidea Latifi e njohur si Kida gjatë kësaj jave ka paralajmëruar një këngë të re. Uru do titullohet kënga më e re nga Kida, e cila do jetë realizuar edhe me një super videoklip. Kujtojmë se projekti i fundit nga Kida ishte projekti Leje, i cili rezultoi mjaft suksesshëm. Ardian Bujupi dhe Shfat Kasapi publikojnë verzionin e ri të hitit Valle Kosovare. Ardian Bujupi dhe Shfat Kasapi gjatë kësaj jave janë bërë bashkë për të sjellur një remake të këngës Valle Kosovare. Është hera e parë që shohim bashkë këta dy emra në tregun ton dhe vlen ceket se u pritën shumë mirë nga audienca e të dy artistëve. Kënga është e shoqëruar edhe me një super videoklip. Ju le ta ndiqni në vazhdim. Për të jone kreti jap, ma ke morti zemrën. Redi ka gati këngën e re. Miku i emisionin 05, Redi gjatë kësaj jave ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Redi do vije me një solo projekt e që ka realizuar edhe me videoklip. Ai do titullohet kënga më e re nga reperi Redi dhe neve na mbetet ta presim datën e publikimit të këtij projekti. Mishtë emisionin 05, tashmë kemi edhe një njoftim për një ndër kafeterit më të mira në qytetin e Ferizaj. Temple Bar mbush 9 vite që nga hapja në vitin 2014. Temple Bar 9 vite plot sukses. Temple Bar të martën më datën 13 qershor ka mbushur 9 vite që nga hapja në vitin 2014. Në këtë përvjetor për t'i argëtuar të gjithë të pranishmit, prezent ishte kantautori i njohur kosovar Mentor Haziri. Në 05 ju sjell disa pamje nga kjo mbrëmje muzikore për nder të 9 vjetorit të Temple Bar. Mishtë emisionin 05 ishin këto informacionet që kam përgatitur të shpalos me ju për këtë javë, ndërsa tashmë me njerë pas blokut të marketingut keni rast të ndeshni pjesën e terenit që kam përgatitur në qytetin e Ferizajt.